kamionit të ushtërisë, të cilët përdoret për të hyrë në fshatin Obot. Një nga format e vetme për të hyrë në Obot, në fakt për shkak të shtimit edhe të sipërfaqes së përmbytur ditën e sotme, siç është raportuar zyrtarisht nga Komiteti i Emergjencave, ndërsa siç e kemi raportuar ditën e djeshme kemi pasur një lartësi ujit 30 deri në 50 cm. Duket se edhe ditën e sotme është pak a shumë e njëjta sipërfaqe edhe lartësi uji, ndoshta në disa vende ka pasur edhe thellim të ujit, por sërish vlen theksohet që zona rruga hyrëse e Obotit mbetet e bllokuar. Do mundem që gjithmonë padyshim shi mundësinë Teodor se nuk je në kushte optimale për e shohim tashmë, se ka një tërheqje të lehtë ujit në fakt, nga çfarë po shohim, por sërish ka praniti në rrugën hyrëse të fshatit Obot. Dhe vetmja formë për të hyrë atje në fakt është përmes mjeteve të ushtërisë, siç e kanë raportuar edhe ditët e tjera. Këto janë pamjet që vijnë nga Oboti, që na e sjell kolegu Teodor Gjerga, shohim pra nuk ka më rrugë aty, është tërësisht e mbuluar nga uji, por për fatin e mirë, paktën nga ajo që raporton kolegu Teodor Gjerga, ka një tërheqje të ujit, pra nuk është më në nivelet si ka qenë ditë më parë, por gjithçka është nën ujë. Pra, për të kuptuar, nuk jemi duke lundruar me skaf apo në det apo në lum, por jemi duke udhëtuar me një kolegu Teodor Gjerga është duke udhëtuar me një automjet të ushtrisë nëpër rrugët që çojnë në fshatin Obot.